Kapitulli 4. Mesia po vjen. Perëndia nëpërmjet gojës së profetëve na ka premtuar se po vjen dita kur ai do të vendosë një mbretëri të drejtësisë, mbi të cilën do të sundojë ai vetë. Ai ka premtuar gjithashtu që një ditë do t'i pastrojë njerëzit nga e keqja dhe do t'u sjellë atyre shpëtim nga mëkati. Profetët premtuan më shumë se kaq. Ata zbuluan e treguan se Perëndia do të dërgonte një njeri në këtë botë i cili, së pari, do të ishte për ne një shpëtimtar nga mëkati dhe pastaj, më vonë, do të vinte përsëri si mbret dhe gjykatës. Emri që ata i dhanë këtij shpëtimtari, mbreti, gjykatësi, i cili po vinte, ishte Mesia. Dhe profecitë në lidhje me të u dhanë shumë kohë para lindjes së Jezusit, Krishtit. Vazhdimi i profecive të Isaias. Emanuel. Ky është shërbëtori im, të cilit i jap fuqi. Ky është i zgjedhuri im, në të cilin gjej kënaqësi. Frymën tim kam vënë mbi të. Drejtësi kombeve, ai do t'u sjell. Nuk do të përtas. As tonin nuk do ta ngrej. Zëri i tij nuk do dëgjohet nëpër rrugë. Ai nuk do ta kput kallamin që kam përthyer dhe nuk do të shuaj fitilin që bën tyrë. Drejtësi me besnikëri do të shpalos. Nuk do të ligështohet e nuk do të shkurajohet, gjersa mbi tokë të ketë vendosur drejtësi. Ishujt do të presin me shpresë udhëzimin e tij. Kështu thot Perëndia, Zoti, që qejti krijoi dhe si tent i hapi. Ai që shtroi tokën me tërë çka vjen prej saj, që u jep frymë njerëzve mbi dhe, e jet atyre që mbi të hedhin hapat. Unë, Zoti, të kam thirrur për një qëllim të drejtë dhe do të të mbaj për dorë. Do të të mbroj dhe të kam caktuar që ti jesh një beslidhje për popullin dhe një dritë për kombet. Që tu hapësh sytë të verbërve, ti nxjerrësh nga biruca robërit, si edhe nga burgu, ata që gjenden në errësirë. Për këtë arsye, Zoti vetë do t'ju jap një shenjë. E virgjëra do të bëhet shtatzën, do të lind një djalë dhe do ta quaj Emanuel. Se një fëmijë do të na lind, do të na jepet një djalë dhe pushteti do të qëndrojë mbi shpatullat e tij. Ai do të quhet Këshilltar i mrekullueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princ i paqes. Sundimin do ta ketë të pamasë dhe begatia nuk do t'i mbarojë kurrë. Ai do të mbretërojë mbi fronin e Davidit dhe mbi mbretërinë e tij, për ta themeluar dhe forcuar me gjykim dhe drejtësi, që tani e deri në përjetësi. Këtë do ta realizojë zelli i Zotit të ushtrive. Fryma e Zotit do të prehet mbi të. Frymë urtësie dhe mendje mbretësie, frymë këshille dhe fuqie, frymë njohurie dhe frike ndaj Zotit. Kënaqësia e tij do të qëndrojë në frikën ndaj Zotit. Ai nuk do të gjykojë nga ajo çka duket. As nuk do të ushtrojë drejtësi nga fjalët që thuhen, por do të gjykojë të varfrit me panshmëri dhe do të vendosë drejtësi për çdo që ka pësuar shtypje në vend. Do ta godas tokën me disiplinën që do të lëshojë prej goje dhe do t'i vrasë të ligjt me urdhrin që do t'i dalë prej buzëve. Drejtësia e besnikëria do të jenë brezi me të cilin do të ngjesh ijet. Askush nuk do të bëjë të keqen. As nuk do të prish gjë në tërë malin tim të shenjtë, sepse toka plot do të përmbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si deti që ka plohet nga ujërat. Ja, shërbëtori im do të veprojë me urtësi. Ai do të ngrihet, do të lartësohet e do të madhërohet shumë. Ashtu siç ishin të shumtë ata që u toronditën teksa e shihnin, pamja e tij ishte kaq e shpërfituar sa që nuk dukej si njeri dhe forma e tij nuk i ngjante një qenie njerëzore, prandaj ai do të marnit shumë kombe. Për shkak të tij, mbretërit do ta mbyllin gojën
nga që do të shohin gjërat që nuk u ishin kallëzuar dhe do të kuptojnë ato çka nuk ua kishin vënë veshin. Kush e ka besuar atë që kemi dëgjuar? Dhe kujt i është zbuluar krahu i Zotit? Ai u rrit para tij si një lastar i njom dhe si një rrënjë nga një truall i etur. Nuk kishte as formë mbresëlënse, as shkëlqim që të na tërhiqte vështrimin, as ndonjë pamje që të na pëlqente. U përbuz dhe u hodh poshtë nga njerëzit, njeri i vuajtjeve, që e dinte se ç'ishte sëmundja. Një lloj si dikush nga i cili njerëzit largohen, u përshmua dhe ne nuk e vlerësuam. Megjithatë, ishin sëmundjet tona ato çka mbajti, dhe mbi vete ai mbarti dhembjet tona, ndërsa ne e konsideruam të ndëshkuar, të rrahur nga Perëndia dhe të fshikëlluar me vuajtje. Por për mëkatet tona ai u tëshpua. U shtyp për shkak të mbrapshtive tona. Mbi të ishte dënimi për paqen që kemi dhe nëpërmjet plagëve të tij ne jemi shëruar. Të tërë si dele kemi shkuar në rrugë të gabuar. Çdo kush nga ne ka ndjekur monopatin e vet. Dhe Zoti ka ndëshkuar atë për paullsinë e gjithsecilit prej nesh. U shtyp dhe u keq trajtua, por nuk hapi gojë. Si një qenj që e çojnë në thertore, si një dele që hesht para tyre që e qethin, ai nuk e hapi gojën. Pas shtypjes dhe gjykimit, e shpun tutje. Dhe kush e mori parasysh përfundimin e tij? Sepse ai u hoq nga vendi i gjallëve, u godit për shkak të rebelimit të popullit tim, ja caktuan varrin me të pabesët, dhe në vdekjen e tij ishte me një të pasur. Megjithse nuk ishte kryer asnjë dhunë dhe nuk ishte folur me mashtrim. Por Zoti deshi që atë ta shtypte dhe e bëri të vuante. Kur ti ta ofrosh atë si një flijim për mëkatin, ai do të shoh pasardhës, do t'i zjas ditët e veta dhe vullneti i Zotit do të arrihet me anë të dorës së tij. Pas ankthit të vet, ai do ta shoh të çliruar dhe do të jetë i kënaqur me anë të diturisë së tij. Shërbëtori im i drejtë do të shfaqsoj shumë të tjerë dhe ai do t'i mbart mbi vete paullsitë e tyre. Prandaj unë do t'i jap atij të shumtët si pjesë dhe ai do t'i marrë të fuqishmit si plaçk lufte, nga që e dha veten deri në vdekje dhe u radhit midis keqbërësve. Megjithatë ai mbarti mëkatin e shumë vetave dhe për keqbërësit ndërmjetësoi. Kështu i thot Zoti, shpenguesi i Izraelit, i shenjti i tij, atij që është përbuzur, atij nga i cili njerëzit u tmerruan, një shërbëtori të sundimtarëve. Mbretërit do të shohin e do të ngrihen, dhe princat do të përkulen për shkak të Zotit që është besnik, të shenjtit të Izraelit, që të ka zgjedhur ty. Ejani, të gjithë ju që keni etje, afrohuni tek ujërat, dhe ju që nuk keni para, ejani, merrni e hani. Ejani, blini verë qumësht falas dhe pa ju kushtuar asgjë. Përse jepni para për diçka që nuk është ushqim dhe e derrni djersën për atë që nuk ju kënaq? Më dëgjoni me kujdes dhe hani atë çka është e mirë. Do të shijoni ushqimet më të zgjedhura. Mbani vesh dhe ejani pranë meje, dëgjoni që të jetoni. Unë do të bëj një beslidhje të përjetshme me ju, premtimet që janë garantuar Davidit. Kërkojeni Zotin ndërkohë që mund të gjendet, thjerrini atij teksa është afër, i pabesit ta praktisë rrugën që ka marrë dhe mëngatari mendimet e veta. Le të vijë sërish tek Zoti me qëllim që ai të ketë dëmshuri për të dhe te Perëndia ynë, sepse ai me bollëk do t'i jap falje. Këto janë fjalët e profetit Daniel, i cili jetoi rreth viteve 620 deri në 520 para Krishtit. Fillimisht ai ishte një rob jude në Babiloni, ndërsa më pas ai arriti të bëhej kryeministër në Babiloni, si edhe në Persi. Në vitin e parë të Belshazarit, mbretit të Babilonisë, një ëndër me vegime ju shfaq Danielit në mendje.
ndërkohë që ky ishte shtrirë në shtrat. Ai e shkroi ëndrrën dhe kjo është përmbledhja e rrëfimit të tij. Ndërsa vazhdova të vëreja, fronet u vunë në vend dhe i lashti ditëve ul aty. Rrobat e tij ishin të bardha si bora dhe flokët e kokës si leshi më i bardh. Froni i tij ishte si flak, rrotat e fronit si një zjarr i ndezur. Një lumë zjarri buronte duke rrjedhur nga prania e tij. Atij shërbenin me mira njerëz. 10.000 herë 10.000 veta i qëndronin përpara. Gjykimi nisi dhe librat u hapën. Unë vazhdova të vëzhgoja në vekimet e natës dhe vura re dikë si një bir njeriu duke ardhur me rreth e qiellit. Ai u afrua të lashtit të ditëve dhe e shoqëruam para tij. Atij u dha autoritet për të sunduar, si edhe lavdi e një mbretëri, në mënyrë që njerëzit nga çdo popull, kombë, gjuhë i shërbenin atij. Sundimi i tij është një sundim i përjetshëm, i cili nuk do të resht kurrë, dhe mbretëria e tij asnjëherë nuk do të shkatërrohet. Mbretëria, sundimi dhe madhështia e mbretërive në tërë qejt do t'u jepen njerëzve, të shenjtëve të shumë të lartit. Mbretëria e tij do të jetë një mbretëri e përjetshme dhe të gjithë sundimtarët do t'i shërbejnë e do t'i binden atij. Shumë prej atyre që flen në plurin e tokës do të zgjohen, disa në jetë të amshuar dhe disa në turpe për buzëje të përjetshme. Ata që janë të urë do të shkëlqejnë se hapësira e ndritshme e qejve dhe ata të cilët udhëheqin shumë persona në drejtësi do të shndrisin si yjet në jetë të jetëve. Një mesazh për botën nga mbreti i Persisë. Mbreti i Dar u shkroi njerëzve të çdo populli, kombi dhe gjuhë, kudo në të gjithë tokën. Mirëqenia juaj u shtoft. Unë shpall një dekret që në tërë sundimin tim mbretëror njerëzit duhet të dridhen me frikë para Perëndisë së Danielit, sepse ai është Perëndia i gjallë dhe jeton përgjithmonë. Mbretëria e tij nuk do të rënohet asnjëherë dhe sundimi i tij nuk ka fund. Ai shpëton dhe çliron, ai bën shenja dhe mrekulli në qiell e në tokë. Më poshtë paraqiten fjalët e profetit Zakaria, i cili profetizoi rreth viteve 540 deri në 510 para Krishtit. Gëzohu fort, o bie e Sionit. Brohorit me triumf, o bie e Jeruzalemit. Shiko, mbreti yt po vjen tek ti. Ai është i drejtë e fitimtar, i porulur dhe mbi një gomar kaluar, mbi një pulisht të voglin e një gomarice. Nga Efraimi unë do ta zhduk qerrën e ndeshjeve, si dhe kalin e luftës nga Jeruzalemi. Harku i betejës do ta zgjesohet dhe ai do t'u shpall paqe kombeve. Mbretëria e tij do të shtrihet nga njëri det në tjetrin, nga lumi Eufrat deri në skajt e tokës. Atë ditë, Zoti, Perëndia e tyre, do ta shpëtoj popullin e tij si një kope, nga që janë si gur të çmuar në një kuror që shndrisin mbi tokën e tij. Sa të hishëm dhe sa të bukur do t'jenë. Gruri do t'i përtëri djemtë dhe mushti vajzat e reja. Atë ditë do të gufoj një burim për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e Jeruzalemit për ta larë teje mban mëkatin dhe papastërtinë. Atë ditë, thot Zoti i ushtrive, unë do t'ja zgjesoj nga vendi emrat e idhujve dhe ata nuk do të sillen më ndërmend. Do t'i shfaros profetët e rrem, si edhe frymën e ndyrë nga toka. Në vijim janë fjalët e mbretit David, i cili mbretëroi në vitet 1010 deri në 971 para Krishtit. Fryma e Zotit foli përmes meje. Gjuhën time ishte fjala e tij. Perëndia e Izraelit foli. Shkëmbi i Izraelit më tha:
kushdo që mbretëron mbi njerëzit me drejtësi, cili do që mbretëron duke pasur frikë ndaj Perëndisë, është si rrezja e mëngjesit kur lind dielli në një agim pare, si rrezëllima pas shiut mbi barin e njom. A nuk është e vërtetë se shtëpia ime është me Perëndin? Nga që ai ka lidhur me mua një beslidhje të përjetshme, me rregull e siguri në çdo hollësi të saj. A nuk do ta realizojë ai tërë shpëtimin tim dhe çdo dëshirë që kam? Kur të vi dita dhe ti të pushosh me etërit e tu, baste do të ngrë pasardhësin tënd, i cili do dalë nga trupi yt, dhe unë do ta përforcoj mbretërinë e tij. Ai do të ndërtojë një shtëpi për emrin tim dhe fronin e mbretërisë së tij. Unë do ta bëj të qëndrueshëm për jetë. Unë do të jem baba për të, dhe ai do të jetë për mua bir. Në qoftë se bën të keqen, unë do ta disiplinoj me thupër njeriu dhe me goditje nga njerëzit e tjerë. Dora ime do të jetë gjithmonë me të, dhe krahu im do ta fuqizoj. Nuk do ta zër dot në befasi armiku. Asnjë njeri i ligë nuk do ta mund. Para ti do t'ja shpartalloj armiqt e do të mposh çdo që e urren. Besnikëria dhe dashuria ime do ta shoqërojnë dhe nëpërmjet emrit tim, briri i tij do të lartësohet. Ai do të më therras. Ti je ati im, Perëndia im, shkëmbi i shpëtimit tim. Unë do ta bëj të qëndrueshme për jetë pasardhjen e tij, fronin e tij për aq kohë sa ekzistojnë qejt. Në vazhdim paraqiten fjalët e Malakis, profetit që jetoi rreth 400 vjet para lindjes së Krishtit. Vini re, unë do t'ju dërgoj lajmëtarin tim dhe ai do ta çelë rrugën para meje. Pastaj Zoti që ju kërkoni papritmas do të vijë në tempullin e tij. Lajmëtari beslidhjes që ju dëshironi. Ja ku erdhi, thot Zoti i ushtrive. Por kush do të mund ta përballojë ditën e ardhjes së tij? Dhe kush do të jetë në gjendje të mbahet në këmbë kur ai të shfaqet? Sepse ai do të jetë si zjarri i shkrirësit dhe si finja pastruese. Unë do të vi te ju për t'ju gjykuar dhe do të jem gati të dëshmoj kundër magjistarëve dhe tradhtarëve të kurorës bashkëshortore, kundër atyre që betohen në mënyrë të rreme, kundër atyre që shtypin të venën jetimin dhe vjedhin pagën e mëditësit, si dhe kundër atyre që i mohojnë të drejtën të huajit. Ata nuk kanë frikë nga unë, thot Zoti i ushtrive. Për shkak se unë i përjetshmi nuk kam ndryshuar, ju pasardhës të Jakobit nuk jeni shkatruar. Qysh nga ditët e etërve tuaj, ju jeni larguar nga statutet e mia dhe nuk i keni zbatuar ato. Ktheuni tek unë, dhe unë do të kthehem tek ju, thot Zoti i ushtrive. Ju keni thënë, nuk e vlen që ti shërbesh Perëndisë. Çfarë kemi fituar duke zbatuar kërkesat e tij dhe duke dalë me rroba zie përpara Zotit të ushtrive? Kështu tani e konsiderojmë me fat mendjemadhin. Ata që kryejnë ligësi jo vetëm që bekatohen, por edhe vënë në provë Perëndin dhe shpëtojnë pa u ndëshkuar. Në atë kohë ata që kishin frikë nga Zoti folën me njëri tjetrin. Zoti i dalloi dhe mbajti vesh. Kështu u shkruaj një libër kujtimi para tij për ata që kanë frikë nga i përjetshmi dhe nderin të thellë për emrin e tij. Ata do të më përkasin mua, thot Zoti i ushtrive. Një zotërim i veçantë për ditën që jam duke përgatitur. Unë do të kem dhe mshuri për ta, ashtu siç i dhimbset njeriut biri që shërben. Atëherë do të dalloni rishtas ndryshimin midis të drejtit dhe të mbrapshtit, midis njeriut që i shërben Perëndisë dhe kujdo që nuk i shërben atij. Se me të vërtet pa afron dita, e flakt si një furnalt, ku tërë mendje mëdhenj dhe të gjithë ata që kryejnë ligësi do të bëhen si kasht. Dita që po afron do t'i konsumoj, thot Zoti i ushtrive, duke mos u lënë atyre as rrënjë as deg. Po për ju, që nga emri im keni frikë, dielli i drejtësisë do të agojë me shërim në flatrat e tij, dhe ju do të dilni e do të lodroni me gëzim, si viça që dalin prej stallës. Me këmbë do t'i shkelni të mbrapshtit, sepse ata do të bëhen hi nën tabanin e këmbëve tuaja ditën që jam duke përgatitur, thot Zoti i ushtrive.